Personat që hanë në fiq duhet urgjent ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Fiku është një frut që mund të shoqërojë verën më shumë se çdo frut tjetër. Fiq të hahen të thatë në ditët e fundit, por edhe të freskët gjatë gjithë periudhës së verës. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni fiq të freskët në dietën tuaj ditore? Fiqt janë të pasur gjithashtu me vitamina të rëndësishme në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Hekuri, kalciumi, fosfori, natriumi, kaliumi, vitamina A, vitamina B1, B2 gjenden te fiqt dhe mund të luajnë një rol të mirë parandalues në luftën kundër inflamacioneve. Fiqt janë një frut shumë i mirë ushqyes që mund të ndihmojnë gjithashtu edhe në luftën kundër problemeve që shkakton kapsllëku. Fiqt kanë veti të mira laksative. 3 fiq në ditë do të japin fund problemeve të kapsllëkut një herë për gjithmonë. Fiqt e freskët ose të thatë mund të shtohen vazhdimisht në vaktet tuaja ditore dhe përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë vërtet mbreslënse në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Fiqt do të ndihmojnë organizmin të ruajë më mirë peshën trupore. Si një ushqim natyral i pasur me element të lartë të fibrave, fiqt ju mbajnë të ngopur për më gjatë dhe ngadalësojnë gjithashtu edhe procesin e tretjes. Dhe kjo është një gjë e mirë kur bëhet fjala për një ushqim me 47 kalori. Fiqt konsiderohen gjithashtu si një frut i shëndetshëm për zemrën tuaj. Nëse konsumohen në mënyrë të rregullt, fiqt do të ulin nivelin e triglicerideve në gjak duke mbrojtur kështu shëndetin tuaj të zemrës nga problemet që lidhen me shëndetin e dobët dhe obezitetin. Për këtë arsye, fiqt mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ditore në bazat tuaja ushqyese dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Konsumi i fiqve në mënyrë të rregullt mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për organizmin. Fiku, fruti i parajsës i cili ripërtërim forcon dhe ruan shëndetin dhe fshin gjithashtu dhe rrullat. Një bimë që jep shumë ndërsa i nevojitet pak, vetëm një tokë e varfër dhe ndonjë pikë ujë. Konsumi i fiqve në mënyrë të përditshme në dietën tuaj do të japë përfitime të mira mbreslënse për organizmin dhe do të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Konsumi i tyre mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për organizmin dhe të mbajë larg shqetësimet. Fiqt do të ofrojnë nivele shumë të mira të elementit të magnezit. Magnezi është një nga elementët bazë të mbrojtjes së sistemit nervor nga stresi. Ai është shumë i rëndësishëm për kockat tuaja në tërësi, gjithashtu imunitetin dhe shëndetin tuaj të trurit. Ai është i rëndësishëm për imunitetin, e promovon shëndetin, vitalitetin dhe lehtëson komplikacionet. Në mënyrë të konsiderueshme, fiqt ngadalësojnë edhe procesin e plakjes. Fiqt e thatë ose të freskët mund të përmbajnë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të vlerave të shëndetit dhe të lehtësojnë edhe komplikacionet e tij. Fiku është shumë i pasur me nivele të mira të kalciumit, hekurit, fosforit, bakrit, vitaminës B6, vitaminës C, beta-karoten e të tjera. Ndaj konsumi i këtij fruti në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit tuaj në uljen e kolesterolit dhe të përmirësojë gjithashtu qarkullimin e duhur të gjakut në nivele të shëndetshme. Ekspertët e Healthline e konsiderojnë fikun si një prej përzgjedhjeve më të mira të sheqernave natyrore të cilat i duhen trurit tuaj, për të ofruar një punë më të shpejtë në klasifikimin e informacioneve dhe marrjen e të dhënave të duhura. Sigurisht diabetikët duhet të tregojnë më shumë kujdes me konsumin e fiqve, në mënyrë që përfitimet në organizëm të jenë të menjëhershme, mbreslënse dhe mbi të gjitha të mbani larg komplikacionet. Fiqt e thatë janë një burim i shkëlqyer i shumë ushqyesve dhe gjithashtu një vakt praktik i vlefshëm për atletët rekreativ dhe profesionistët, ndërsa në kombinim me produktet e arrave mund të shërbejë si një meze ideale. Çaji i fikut mund të lehtësojë problemet e mëlçisë, të fytit, frymëmarrjes, gurve të tëmthit, pshikëzët e të tjera.
Fiqt përmbajnë edhe sterole bimore, të cilat janë dëshmuar se kanë efekte të dobishme në nivelin e kolesterolit. Sterolet bimore, si lanosteroli dhe sigmasteroli, të cilat përmbajnë fiqt, lidhen me molekulat e kolesterolit në zor dhe kështu pengojnë absorbimin e tyre. Studime të shumta kanë zbuluar se komponentët me efekte të mundshme antiinflamatore që gjenden te fiku, sipas ekspertëve, janë një përzgjedhje shumë e mirë për të përmirësuar imunitetin dhe për të mbajtur larg komplikacionet e tij. Ekspertët e Healthline e cilësojnë fikun si një prej përzgjedhjeve më të mira në dobi të vlerave të trupit, dhe si i tillë duhet të jetë pjesë përbërëse e dietave tuaja ditore. Fiku i freskët përmban deri në 80% ujë dhe 60% sheqer natyror, kështu që dobia e konsumit është shumë e rëndësishme të bëhet në mënyrën e duhur, dhe ndikimi i tij në organizëm do të jetë më i plot, më i fuqishëm dhe mbi të gjitha do të mbani larg komplikacionet e tij. Ekspertët e Healthline e cilësojnë fikun si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Në këto raste, ato mund të ndikojnë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Sipas Healthline, fiku është një përzgjedhje shumë e mirë për të konsumuar edhe në vaktin e parë të ditës. Koha më e mirë për të ngrënë fiq është në mëngjes, në mënyrë që ato të pastrojnë sistemin tuaj tretës gjatë gjithë ditës dhe të parandalojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ndaj, nëse doni të merrni këto të mira për shëndetin tuaj, siguroni që fiqt e freskët t'i keni pjesë të dietave tuaja ditore. Pasurimi i dietës suaj me fiq do të ndihmojë në pastrimin e sistemit tuaj tretës. Pastrimi i sistemit tretës është një veçori unike e konsumit të fiqve në mënyrë të përditshme. Fiqt janë një frut i shkëlqyer për shëndetin tuaj të mëlçisë. Ato kanë efekte të larta alkaline dhe prandaj ndihmojnë në rregullimin e pahashit dhe tretjes. Fiqt janë të pasur me antioksidantë që parandalojnë dëmet të shkaktuara nga radikalet e lira. Kur konsumohen në mëngjes, fiqt qetësojnë organizmin, japin energji, ofrojnë veti ëmbëlsuese natyrale, lehtësojnë përthithjen nga trupi i njeriut. Konsumi i fiqve në mëngjes shërben edhe si një rregullues dhe stabilizues i presionit të gjakut dhe aktivitetin e ditës në vijim. Falë përmbajtjes së lartë të kalciumit dhe magnezit, fiqt janë në gjendje të relaksojnë enët e gjakut duke siguruar mineralet e duhura në balancën e elektroliteve. Sipas studimeve të cilave u referohemi, fiqt rekomandohen për të konsumuar herët në mëngjes dhe për të pasur fuqi më të mirë për shëndetin tuaj. Kjo falë fibrave dhe mineraleve që ato ofrojnë në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Nëse doni të merrni këto përfitime të këtij fruti në mënyrë të rregullt në dietat tuaja ditore, atëherë sigurohuni të konsumoni ashtu si duhet. Ndikimet që do të keni në shëndet do të jenë të menjëhershme, të fuqishme dhe mbi të gjitha do të parandaloni komplikacionet. Ekspertët e Healthline thonë se fiqt janë të mirë për shëndetin dhe një i rritur duhet të ketë pjesë të pandarë të dietave të tij. Sipas studimeve të cilave u referohemi, fiqt rekomandohen të konsumohen herët në mëngjes për të pastruar trupin nga mikroorganizmat të dëmshëm, kjo falë fibrave dhe mineraleve dhe vitaminave që ato bartin. Fiqt janë një burim natyral i proteinës, fosforit, glukozës, gjithashtu dhe kalciumit. Ato janë të pasura me nivele shumë të mira të vitaminës A, vitaminës C, vitaminës D e të tjera. Ndaj konsumi i fiqve në mënyrë të rregullt në dietat tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e trupit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Shtimi i fiqve në vaktet tuaja ditore do të ofrojë shumë përfitime për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, edhe ekspertët e Healthline e cilësojnë fikun si një prej përzgjedhjeve më të mira me dobi të larta për shëndetin. Fiqt janë të pasur me antioksidantë, vitaminën E, vitaminën A dhe vitaminën C. Antioksidantët do të eliminojnë kështu problemin që shkaktojnë radikalet e lira në organizëm, dhe shtimi i fiqve mund të parandalojë problemet e shëndetit të veshkave. Fiqt janë të mirë për shëndetin tuaj të kockave. Fosfori, vitamina D dhe kalciumi që gjenden me shumicë të fiqt i bëjnë kockat tuaja më të forta, gjithashtu edhe më të shëndetshme, dhe konsumi i tyre në mënyrë të rregullt në dietën tuaj mund t'i pasurojë ato me kalcium. Vëmendje:
Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.